këtu bashkë me mua tani në studio janë Fejz Zejnullau dhe Bujar Bela. Mirë se ardhët përsëri në studio dhe këtë javë. Faleminderit shumë për ftesën. A keni pritu me ardhë? Jo, as pak, me shuknesi. Bujar, të kemi nalë pak në Kosovë, kështu. Odert, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. Si po të shkën koha këtu? Po mirë, me shoqënit mirë. Apo të presin mirë? Po normal që këto pres. Nuk besoj që është as gjysma e pritjes që na ke priti neve. Dhe mirë. Po besoj që mirë po të presim, nuk po të lojnë ashtu me një. Si jam të anku. Shto që mirë është. E unë kësha do është me i vendosë për parësit nga Podravka. Gjithashtu edhe Fejza nëse ka mundësi, para se me fillu me përgadit. Qëka keni me përgadit sot? Atër, sot në kam përgadit një pas me ragu rose. Raguja zakonisht bëhet me bolonjeze, është për Bolonjës të Italisë, po na e këna bo pak ma moderne, këna bo me rosë. Përmeshtu pak e shina aziatike që na karakterizon neve si restorant si noja, këna shtu e pak past miso. Pasta miso bëhet për fermentimit sojës, jep një mbëlsi dhe një shije umami pastës që besoj keni me përgu ma vone, keni me dhonë vertiktin e ju. Edhe me pa edhe shije në qëfare e ka. Bujar, po cila është receta jote për sot? Për sot kam një recet, kam një biftek, do të bëhet marinuar me rozmarin, edhe e kemi sozën e fiqit, me sozët fiqit. Diçka shumë interesante vë duket. është e sigur që ju duen produktet, unë me ndimu këtu me shku edhe me i marë produktet. Faleminderit. Tek këndi i ETC-s. Pra, të gjitha produktet ne i gjejmë tek ETC-ja. Si studio, si pasion e profesion, si emision, po ashtu edhe në përshtëpi tona, të gjitha produktet i marim tek ETC-ja, sepse janë edhe me çmime shumë të vëlidhshme. E përderisa Bujari dhe Fejza bën gati dhe përgatisin të gjitha gjëra që i duhen për këtë recet, për këto receta, ne po shkëputemi për një blok të marketingut edhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e Pasion e Profesion. Shkoj se do ashtu rikthehen përsëri në studion e Pasion e Profesion pas blokut të marketingut, e unë po i shoh Bujarin bashkë me Fejzën që veçse i kanë bugati gjitha gjërat që i duhen për recetat. Bujar, me çka fillon? Unë filloj me marinu mishin, që i shtimi pagës hutër, mishit, edhe kemi, mas mishit kemi rozmarin. Okej. Amse kemi pagës kryp edhe biberzi, kur gjo tjetër. Okej, edhe biberzi, biberin normalisht që përdoret nga Podravka, si gjithmonë në studion e Pasion e Profesion, por edhe në shtëpi tona përdorim produkte nga Podravka. Edhe në këtë recete përdore, apo për përdor tash, okej? O, tash për përdori pagës biberzi, edhe lomi që tash minimum është pagës me lonën gjitha unë të banë. Okej. Edhe hutrën. Pjesa më e mirë e kësaj në është për shembull që kjo se në qoftë se e bani të shtëpia me lonën një 15 minuta, derisa ta merr rozmarin, sa ta merr knumër, mundi me qitën edhe pagës spec të djegst. Thonë që e bani, e marinoni të gjithën pagës me rozmarin. Kjo është pjesa për shembull më e mirë çka të keni të shtëpia me pas një pjatë tjetër apo diçka tjetër. Po ju tregon shumë shikuesve ç'me e përgatitur mishin. Edhe tash është i marinum. Faleminderit shumë Bujar. Fejz, po ti me çka fillon? Atëherë të kena marrë rosën. Okej. Dhe mund ndonë më misha që jenë më të vegjël mi marrë të vendit më. Kjo është rosë dugagjini, se jona. Kena karrot, qep, selino, që janë baza e bolognezës, më thonë ragus. Kena parmigiano që është i stazhonuar dikon për 18 muaj. Okej. Gjalp. Pas ke mujt me përdorë edhe atë rrotën e parmezanit? Po, kena mujt edhe ata përdorë për s'dëshëm ja marrë Bujarit. Mos më ja harxhu. Që kena edhe pastat të tagliatelet. Normal kena do të me shujt mishin me verë të kuqe, e kena zgjedhë verën Bela. Verën Bela nga Bujari, por gjithashtu edhe pastat PNK. Na në kuzhinë zakonisht e përdorim një verën që e pina vetë. Nuk e përdorim një verë të lirë domthonë, cilësore që edhe nëse e pi, në ushqime të shiu sa më mirë.
Gjithashtu i përmende edhe pastat, i përmende edhe unë, por pa pastat PNK, asë një recet këtu nuk bëhet, do me thonë. Të gjitha pastat janë nga PNK. Po duket shumë interesant kështu me pa përgatitjen e rosës. Do vesh do një afat gjatë kohër, do dikon 2 orë për muzi. 2 orë për muzi, okej. Timi rosës në mënyrë anatomike, dorin e kofshave, krave, filetos edhe shpinës. Bujar, cila është pjata më interesante që e ki zbulu te kështu, që e përgatit te vetë? Pjatën... Recete jotja. Recete ime kemi me manafera, një pasti me frutat molit. Ata në që e kemi vru. Ta mësene kemi pjatën me fiq. Okej. Që e kemi një mish, për shemëll me fiq, që e bajone kështu vetë. Edhe artishoke për shemëll që është në forë që e bojnë. Që e ki përgatit javën e kalume, po. Kështu që e këtyve... Po cilën e kështë vequ? Po, kur t'ja mund se veqoj asë njonën. E kështu në që për me vequ është pasta me manafera. Okej, klientët cilën e vlerësojnë ma shumë, e veqojnë në Trattoria Portofino? Pasta me frutat molit. Me frutat molit. Diçka që nuk e banë kërkush, e kështu që... Edhe diçka që ka qenë shumë interesante dhe shumë e shishme, për ju të regojnë tash sepse unë e kom provu. Kështu që gjithë ju që shkoni në Berlin, ju kom thonë edhe ma herët, për ju thëmë edhe tash. Mos harroni me vizitu Bujar Belën, Trattoria Portofino. Face paketi ndo një pjatë që është kështu e jotja që e ki zbulu te, që e ki kriju te. Pjatë që i na mundu me modifiku, që me posë shkur manonike, do më thonë. Kemi një pjatë, një fileto vici, që është sweet and spicy. Okej. Ka teriyaki, soja, mjalt, chili edhe paprika. është diçka që është edhe ëmbël edhe e djegës ta jep ato, domethënë, është diçka speciale, është diçka e mirë, ka dhe qep të reja pas aroma, thonë. Për këtë sen nuk më të tregu më shumë, më marr me provu, te noja se sa kena fut menun e re, është të na jetë goxha si shumë si pjatë, është goxha për qyme. Po tregona më shumë pak për menun e re. Menun e re domethënë ka më shumë pjata aziatike, po ka edhe një miks të madh mesdhetar. Diçka që e veçan kështu në pjatë? Jam 5-6 copa, 5-6 pjata që janë signaturë domethënë tonat. Që munim s'po di tash me të rregu tek do shumë kohë për kohë, një gjysore do të pa, ma shumë do të me arë me pa. Bujar, a ke ndonjë inspirim në kuzhinë? A ka qenë ndonjë shef kuzhine, ndonjëherë që ty të kalon shumë për shtypje ose të ka inspiru për pjatat tuja? Po, e kom pasën ku e kom mësu kuzhinën, kom pas një nga Sicilia, që më kam mësue, për shembël, inspirimi atina o konën me, se ja kom njës me la pjata, ta më se nga kom dalën ndimës kuzhinjeri. Edhe ka pas një thonja ai, ma baj ke mune të ke pa full tava me ty, mës ma hek prej shporetit. Edhe unë kur mësoj kja jashton, unë nuk i të shashkallët kja unë bodam, apo shka unë shti. Jo, e kuptojsh, apo të shashkallët, qysh mundet me fol një tavë për shembël me kuzhinjerin. Se ndryshimi, për shembull, i tavës, kur të bot ushqimi, ka një ushtim këtë ndryshe prej asaj kur ta qesë fillim. Okej. E këtu ta mësej si me kohë, si kuzhinjer ta mësej kun kuptu, ati falenderona, është arbresh nga Sicilia, nga pjana albaneze. Por besoj që duhet shumë kohë derisa e kupton tamam ashtu si që ka thonë aja. E këtu që një punkt që të shka e donë me zemër, ju përkushtosh, besoj që suksesi është i garantu. Po.
Fejs, që shpo të shkajnë? Jena drejt përfundimit, jena drejt lidhjes pastës, me parmezanit. Qara arome e mirë, po i vjen. Raguin e këna përfundu diku për 1 orë, 45 minuta. Okej. Pak ma shpejt, po më duket se... Prima 15 minuta ma shpejt. Okej, 15 minuta ma shpejt. Shumë e mirë, po duket. E unë shikues dashur, për dirisa edhe Fejza është duke përfundu pjajtën e ti, po ju të regoj për disa produkte të reja nga Podravka. Janë pra produktet qëto që i kam dorë, janë nga Lino Baby Muesli, të cilat janë përzirje dritërash me kumbull dhe me hurme, por gjithashtu O-Plant për të rriturit, nuk ka vetëm për bebe, për të fëmi, ka edhe për të rriturit. O-Plant është përzirje dritërash me hurme dhe kakao, por gjithashtu dhe me fara të ndryshme si fara liri e shumë farat e tjera, kështu që janë shumë shëndetshme, shumë të mira, provojeni. E po besoj që tashmë edhe Fejza është gati, apo? Në pjatë edhe... Veç me vendosën pjatë. Fejz, me ta bo dhe një pyetje kështu për fund. Cila nga kulturat kështu të frymëzon ty më shumë ti? Të në të shë për momentin ima shumë të kuzhina fuzion azjatike. Edhe ajo italiane, edhe italiane nga pëlqen shumë edhe si shoqni edhe mu personalisht. Po ma shumë apet qëndrojnë të kjo azjatike. Të azjatike, aty edhe frymëzohesh ma shumë. Unë jam pak edhe personet e ëmbla, ata dhe manë që i kanë shumicën e seneve i përzin me gjërat ëmbla. Po Bujar, ti? Une këm kry. Cila kulturë të frymëzon ma shumë? Kultura për ushqim mund të frymëzon është kultura italiane. Jo për asgjë tjetër, po është një kuzhinë më e pasur në botë. Kështu që me kuzhinën italiane është pakës më vështirë, se për shembull me një diçka që mund të më bë shumë variacione. Kështu që është mua kuzhina italiane se çdo kuzhinë botë është e mirë, e kanë francezë, e kanë japonezë, e kanë pa i mohu ato tjerat, po si kuzhinë më shumë të më pëlqen se është kuzhina më e pasur që ekziston. E po mira, atëherë ta shumë po shkoj edhe te mysafiri. Është një mik i yti. Po, veç nisë të mi. Po shkojmë pra te mysafiri i cili po na pret tek këndi i Premium Bakery dhe mezi po pres kështu me provu bashk këto dy pjata. Labin e kemi këto, labin po besoj njeni gjithë, jo veç Prishtina, por e gjithë Kosova, labi mirë se erdhe. Mirë se gjeta mi, për të knaqësi e madhe me të pas këtu në studion e Pasion e Profesion. Faleminderit shumë. Labi, si ke kalu këtë ditë? Shumë mirë. Si po duket me pa kështu në studio televizive edhe mikun tënë Bujarin. Shumë mirë, edhe minës për pres mi provu, të këshymë qak nga ka bo. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë edhe pse ke shumë angazhime, shumë punë. Në shumë knatësi. Ke gjetë kohë dhe kjo arë këto. Të pys pak për ushqimin tënë preferum. Çka i pëlqen Labit me ngrënë mas shumë ti? Te mishat jam. Te mishat. Te mishat. Më duket si krejt shqiptarët. Valla, salatat veç nëse më servohen kështu. Pak me provu. Te mishat, përzijem ma edhe të deti jam okej, të mishat e detit, po më shibarë një shukoq. Po Labin e kemi ftu, po saqërisht sepse Labi e ka një histori në Gjermani. Labi ka jetu në Gjermani, në Berlin më saktësisht, po e lë pak Labin me na tregu më shumë rreth eksperiencës në Gjermani. Pak, më të thonë drejt, kur im kona nena, kur kom jetu atje na konë shumë të vogël, 3 po më nej, u ka që kena pas mundësi me provu një gjatë tjilë, në për shkolla, që këna punu të në gjatë verës. Po, shiu, si jam i mirë, tash edhe këto praktikë, burgat e vëjtë, që sa vjetë. Kritikus nuk jam bojar. Po besoj që Shia është lejle ndryshme, relevante, kështë që... Po besoj që ke qenë edhe... është në oshe janë të mira. Po, edhe unë e thëmë ashtëm. Nëse jeni gati, edhe Fejz, edhe ti, atëherë po juftoj këtu me arë. Labi, po besoj që ke qenë edhe shumë shpesh në restaurantin e Bujarit në Berlin. Po, edhe më përqenë kuzhina, sidomos që Tina që bën, është italiane, për gjë mirë. Sot që kena?
na tregojmë pra bujari edhe Atëherë këtu e kena një ragu tagliatelle, që është me dak me rozë, domethënë. Është një zjerje 1 orë e gjysmë dikun, zjarr tavasht, është shumë e vertë kuqe. Qep karrocelino, ka pak koncentrat domatesh, ka edhe pak majdanoz, parmigiano, dhe që boft mirë. Gjithashtu vera e kuqe është vera bela. Po, vera bela, po. Bujarit. Gjithashtu na tregon edhe bujari për pjatën e tij. Kjo zirja e ka të vetën. Një rast është të cekim. Po. Unë shokit Po e dhon këto? Falë, Miron. Falë, Ardion. Arjan. Me emrin e Mirandës në kry. Kjo është një ekselencë, kjo kërë e qasë kështu. Faleminderit. Po janë? Unë e kam një biftek, i cili është i bom me sos fiqit, edhe kokrat biberzi, një ashtu, edhe kemi edhe hurma. Pas i përzi? I kom përzi, po, 2 rishie, këto i kemi bom me hurma, zileri edhe karotën. Do më thonë perime në fërgume me hurma. Me hurma janë këto, këto i kemi me biberzi edhe me fiq, edhe rozmarin. Minës për prasë me përgu. Edhe pëse se kom përgu këto në korë. Pse? Zdi pëse se kom përgu me përgu. Hajde, provoj e lapë. Ç'ke përzimja. Është kreacioni jam. Kjo është kreacioni jam. Ja te kom bo. Në Gjermani shumë e pëlqejnë. Po tash këtu në Kosovë shihet janë ndryshe. Labet, qose si pëlqejnë, po shkojmë për jamë, unë njësa në grosh, paso loshk. Në tavë. E kështu që veç që vof mirë. Labi tha që është adhurus i mishit, kështu që... Me thonë drejtë përgjithësi, para se me përvu, po jarë të edhe shumë shqiptarë tjerë, na këni zbarë ftyrën, sidomos në Evropë, për kuzhinën e mirë që është. Para se me përvu, adin kur e kam për shtyfen e mirë, badi ha që dush qëtëm, e kam atë. Edhe na jeni kanë ambasador tonë përhershëm, si për kulturë, si për kuzhinë, si për sjellje, si për arritje dhe suksese. Faleminderit. Jo vetëm në Gjermani, po shumë rana. Shumë e vërtetë. Kudo që jam shku shqiptar, edhe i kena pas ma let. Krenar, zemra mal. Shumë, sidomos mu, që më ka ra bagje mu thukë. Me pak fiq. Shije pa harushme vëllani. Sidomos fiq që përbën që mishën me ha. Unë e ha Po vrejt që u fërgu edhe me biber prej fillimit. Lumë shëndurt, ju lumë shëndurt. Faleminderit pas mirë. Unë nuk po dyshoj se unë tash e java e tretë është që po i provoj ushqimet nga Feza dhe Bujari, kështu që... Feza pas ka një karrierë gatë, për para, një rrugë gjatë. Bujari është të shiju edhe sukseset e tina tash. Që shpeshjune në ushqimin tanë? Faleminderit. Shumë që është me 2 jatë. Ju lumë shindur? Faleminderit shumë që ishit edhe në këtë epizod të Pasione Profesion. Labi, faleminderit shumë që gjete kohë. Faleminderit shumë, Ardion. Për ftesën edhe për mundësinë, sidomos me kolegët mi, me bashkëpunëtorët mi. E po shpresoj që deri javën e ardhshme Labi ma mëson emrin mirë. Tash e sa vjetë, që t'ma bën Ardion. Shikoj s'dashur, po vazhdoj me recetën e ardhës edhe kthehemi përsëri në Pasione Profesion.